Partia Demokratike e ish-presidentit Boris Tadić dhe Partia Socialiste e drejtuar nga ish-ministri i Brendshëm Ivica Dačić arritën një marrëveshje për të krijuar koalicionin qeverisës pas zgjedhjeve në Serbi, duke lënë jashtë opozitën e djathtë. Në një deklaratë për media, Partia Demokratike, që në zgjedhjet parlamentare u rendit e dyta, tha se socialistët, që siguruan vendin e tretë, do të mbështesin liderin e partisë së tyre Boris Tadić për një mandat të tretë si president serb në balotazhin e 20 majit kundër liderit të partisë përparimtare serbe Tomislav Nikolić. Kabinetit pritet i bashkohen edhe partitë e minoriteteve Aleanca e hungarezëve të Vojvodinës dhe Partia Rajonet e Bashkuara të Serbisë e Mladen Dinkić. Përbërja e qeverisë së re do të diskutohet pas raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, tha Dragan Marković, lideri i Serbisë së Bashkuar, por ai shtoi se lideri i socialistëve Ivica Dačić meriton të jetë kryeministër dhe se rezultatet e arritura prej tij kanë bërë që të rekomandohet për këtë post. Marković theksoi bindjen se Partia Progresiste Serbe nuk do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme. Edhe Partia Demokratike në deklaratën e saj njoftoi se me socialistët do të bashkëpunohet për të pasur një shumicë parlamentare. Megjithatë, për postet në qeveri nuk është diskutuar ende.